është e bardhazis, nuk më durohet mua, sepse me ziv presa vjen e premtja dëshërash. Na ka kap syri. A ka zënë syri, pra nuk e di. Na shqepa. Mirë, në këtë të premte, ne me zi presim të vim gjdo të premte tek ju, edhe tek youtubersat tanë të cilët janë bërë. 12.5 milion shikime. Faleminderit të gjithë juve që na ndiqni dhe në YouTube, dhe ju që na ndiqni çdo të premte në ABC News. Edhe Instagrami dhe TikTok-asit. Natyrisht. Të gjithë. Mirë, kjo bardhazi është si ato syzet, 4D, 5D, 7D. Me teknologji magjike. Ne prandaj s'vemi në për kazino, se po të vemi kazino do a fitojmë gjitha, se janë me syze speciale, se këshin kap një kineze me këto syzet. Si po jem se puna jonë. Mirë, shkojmë pak në pse në atë rubrikën që shumë e dëshiroj, dhe unë do të shkoj në vendin tim tani. Edhe unë tek vendim. Çfarë kemi sonte? Ças kemi? Doktor, qohem në mëngjes me afshin tënd. Me afshin e doktorit? Më thëm koka kur qohem në mëngjes. Po mirë më qohen drek. Qish kjo moment? Sigur është. Jemi në Gjirokastër. O ma, të shikoj pak televizor? Dëgjo, do të lejoj të shikosh, po vetëm mos e ndis. Me stil Gjirokastrit. Si puna ati tha, qa bëni ju tha, kur është ftohtë tha, se kur ikin drita tha, ne mbajmë një qiri tha, po kur është ftohtë tha, ne ndezim qiri. Ne ndezim tha, kur është ftohtë ndezim. Kur është ftohtë ndezim. Po të jetoja dhe jetën tjetër, unë prap ty do të zgjidhja zemra ime. Po pse ka shumë urrejtje, moj grua, pse ka shumë urrejtje për mua? Ua, urrejtje e quan ti zgjedhjen time. Po i kom në ratë. Grua, do iki për gjueti nesër. E di zemra, më shkruaj ti dhejt për ambrëm. S'ke marrë vesh me i fjallë? I dhash borgj njërit për operacion plastik. Mi po tani se dalloj do të kushosh që ti kërkoj legët. Ka ndryshuar fare. Ka ndryshuar, iku. O vëlla, po më tregoj një Barcelet, mo. Po ik tani, se am një hotel me një 2 femra këtu tani, ik më lërat se kam mendjen të ty unë tani. Ua, u shkriva fare, ma tregoj dhe njërë mëse që nga e bukur kjo. Po martoj një Luan, dhe teksa të gjithë po festonin, atje në mes në zëmër të pistës, ishte edhe një qenë. I thash, po kjo qeni, që bën këtu? Para se të martoj edhe unë Luan isha ta. I ku krifa, i ka i krifa. O ma, dua tipi në gomar. Shpirti mamit, prit sa të vi babi nga puna. Ndoshta unë mund të kem tradhtuar në njerë, por mendo se sa shumë herë të kam dënjur besnik. Martesa është si e i televizorin, që ka vetëm një kanal. Dhe më e mërzitshmja është që atë kanal duhet që është për ditë. Më dhuroj një lule dhe më tha, unë do të vi kur lulja do të vyshket. Do t'i që ishte lule artificiale. Prit gomar të bibarbi, prit bibabi. Kur një person vdes në moshën 50 vjeçare të tërthon gjyna sa i ri që ishte, kurse nëse një 45 vjeçar kërkon të martohet tonë, re, ky është i vjetër, ç'a thua ti? Dy standarde. Po që është e vërtet kjo. Mund të bëjmë një... Ua, gëzuar me lejthiza. Vetim, kështë zë një jetje ka që madhe, sa që kjo rengji, që unë e preferoj shumë, po edhe limonit, është shumë i mirë. Do t'i mbaj të dyja, pra. Ne pak larkë, po gëzuar me lejthiza ndijet edhe në distancë. Gëzuar. Lejthiza t'i jep vetë gëzim, se është me gaz brënda. Ku e lam? E lam ke arrat, Erion. Mi ke arrat. Me saj ke arrat, moj? Me 15.000 lek, more. Po pse, moj, ti ke bërë të arrat apo pema? Pema i bëri, po unë bëjshes. Ore, po prap ke pirti, s'të vjen rënd, e shikon orën sa e ke apo jo? 12 pa 5. Po që 12 pa 5, po ora 7 e mëngjesit. Po 12 pa 5, 7 bëjnë, me. Në mëngjes nuk ka, sepse mendoj për ty.
Në drek nuk ka sepse prap mendoj për ty. Në dark nuk fle se vdes për bukë. Po të rishti ti të bangrun dhe ashtë dark. Ndo njerë jam beqar, ndo njerë jam i martuar, ndo njerë jam i divorcuar, gjithçka varet nga kush më pyetor në las. Na ai që të pyet do t'japësh dhe përgjigjen. Është një gjë shumë interesante me shqiptarët, sepse edhe falas kur e merr diçka, po të pyes atë tjetrin, "Ore, e mora falas këtë." Ai prapë i thot, "Do ta kisha dhënë unë më lirë." E kupton? Është gjithmonë njëri që e gjen më lirë. Nuk kam fat fare, Erion, nuk kam fat fare, nuk e di. Pse më ç'patë ti? Nuk e di. Edhe një herë që ran para nga qielli, unë qëllova të isha në avion. Kështu është kur fluturon shpesh. O gjyshe, Ha, më të keqe gjyshi. sot pas dite do vi ajo zonja që të pastroj shtëpinë. Ua, mos Vasil se kam shtëpinë rëmuj, prit ta rregulloj pak. Tipike. Tipike.